këtë që do t'ju them. Në këto zgjedhje ka diçka që është përtej të gjitha punëve tona të përditshme. Ka diçka që është përtej të gjitha nevojave të çdo komuniteti në jetën e përditshme. Ka diçka që është përtej gjeneratës time, gjeneratës tonë, dhe ka diçka që lidhet drejt për drejt, jo thjesht me partinë tonë, pa diskutim as me asnjë parti tjetër, por lidhet drejt për drejt me fatin evropian të Shqipërisë. Rrethanat kanë dashur që në 11 maj ne të kemi një palëzgjedhje politike, ndërkohë që ne po negociojmë antarësimin në Bashkimin Evropian. Dhe për herë të parë, që se ne kemi filluar të ndërrojmë ditën kur do t'jemi antar të barabartë Bashkimit Evropian, ne kemi një mundësi reale dhe aktuale që të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Nuk e kemi pasur deri përpara disa kohësh, por ajo që unë dua që ju dhe të gjithë ta kuptojnë është që mund të mos ta kemi pas disa kohësh. Nuk e kemi pasur deri përpara disa kohësh, sepse pavarësisht se ne kemi bërë detyrat tona, pavarësisht se ne e kemi bërë punën tonë për të ecur më tutje në rrugën e antarësimit, pavarësisht se Komisioni Evropian që merret me shqyrtimin e punës bërë dhe të detyrave të kryera ose jo nga vendet që duan të antarësohen, 3 herë rresht ka konfirmuar që Shqipëria i ka bërë detyrat e veta, dhe 3 herë rresht i ka kërkuar të 27 vendeve që të bien dakord që Shqipëria të hapi negociatat. Ju e dini shumë mirë, ka dalë një vend një herë, pastaj një vend një herë tjetër, pastaj po ai vendi i parë për herë tretë, dhe kanë thënë jo. Ne kemi dashur, ata nuk kanë dashur. Dhe ajo që na kanë përsëritur në vimësi ka qenë, e ardhmja juaj është këtu te ne, ju do punoni edhe më shumë, kur t'i kryeni të gjitha detyrat, ju do bëheni një nga ne, e të tjera e tjera. Por ama, unë që jam dëshmitari nga shumë brenda e këtij procesi, kur më parë, deri tani që flasim, nuk e kam parë atë që shoh sot, dhe nuk e kam dëgjuar atë që dëgjoj sot, ashtu sikundër së bashku me gjithë ata që merren me këtë proces, nuk e kemi prekur konkretisht atë që prekim sot. Dëshirën e tyre që kjo të ndodhë. Dëshirën e tyre që Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Dhe natyrisht, kjo nuk ka ardhur nga që ne kemi bërë në një mrekulli. Ne kemi bërë detyrat tona, ne kemi bërë atë që unë e kam përsëritur gjithmonë, sa herë na thoshin jo, unë thosha ne vazhdojmë punën. Një ditë do na thonë po, dhe atë ditë ne duhet kemi shkuar përpara njësoj sikur ti kishim hapur negociatat kur na thanë jo. Që do thotë të na gjejnë me shumë detyra të bëra paraprakisht. Dhe kështu ka ndodhur. Por ama, kjo nuk mjafton. Duhet që dhe ata të duan. Dhe ata sot duan të zgjerojnë Bashkimin Evropian, atyre sot i duhet pa tjetër që t'japin një mesazh gjithë botës që Europa, Bashkimi Evropian, po zgjerohet, dhe për ta bërë këtë, ka vetëm 2 vende që mund të antarësohen shpejt në Bashkimin Evropian. Shqipëria dhe Mali i Zi. Dhe besoj që është e qartë për gjithë ata që ndjekin sadopak lajmet
që pse ata duan, sepse bota është në një situatë tjetër, sepse gjeopolitika në përgjithësi është në një situatë tjetër, sepse ekuilibrat janë lëkundur dhe ka një moment rikompozimit të gjërave. Atëherë, pikërisht në këtë moment, pikërisht për këto arsye, yjet e fatit ton dhe yjet e Europës janë bërë bashkë. Dhe për herë të parë, ne dhe ata duam të njëjtën gjë dhe e duam tani. Duam që Shqipëria të hyjë në Bashkimin Evropian. Keni parasysh që është hapur një derë që nuk do rihapur aty gjithmonë. Dera e zgjerimit hapet dhe mbyllet. Ka ndodhur në të shkuarën, mund dhe me siguri do të ndodhi përsëri. Çfarë na takon ne të bëjmë? Ne na takon që ne të bëjmë gjithçka. Jo ne këtu. Jo familja jonë socialiste kudo ku është. Po shqiptarët, pavarësisht bindjeve të tyre dhe pavarësisht përkatësive partijake, tani si shqiptarë na takon të bëjmë gjithçka që ne të hymë në atë derë para se ajo derë të mbyllet prapa nesh. Dhe te kjo gjithçkaja është futur në mes 11 maj. Mund të kishte ndodhur që ky proces që faktikisht ka filluar zyrtarisht me uljen tonë në tryezën e negociatave vjet dhe kemi rënë dakord me ata që ta mbyllim 2027-ën, pra në 3 vjet, mund të kishte ndodhur që mos kishte zgjedhje në mes. E do kishte qenë më e lehtë. Janë futur zgjedhjet në mes. Zgjedhjet në mes mund larg qoftë ta komplikojnë. Nëse mesazhi i zgjedhjeve do të jetë paqartësi, do të jetë konfuzion i brendshëm, do të jetë një mesazh që nuk do të jetë i fortë mjaftueshëm për shkak të mustaqeve të Kujtim Gjuzi. Mustaqet e Çelos. Nëse ama mesazhi do jetë shumë i fortë dhe të gjithë shqiptarët do të shkojnë te numri 5, pavarësisht nëse janë apo s'janë me Partinë Socialiste, pavarësisht nëse duan apo s'duan, për shumë arsye, mua apo gjithë këta pjesëtarët kësaj skuadre, por do shkojnë te numri 5, sepse duan s'duan që të gjithë, është Partia Socialiste sot në vendin e dur dhe në kohën e dur. Siç ishte Partia Demokratike në 92-shin. Nuk është se të gjithë ata që e votuan masivisht e donin, por ama shumë nga ata që e votuan masivisht atëre e votuan sepse i dhanë prioritet zgjedhjes kombëtare gjeopolitike të Shqipërisë. Boll më me të shkuarën, boll më me atë sistem që përfaqësohej në atë moment nga një parti tjetër dhe të gjithë përqafuan praktikisht Europën, përqafuan botën, përqafuan ekonominë e tregut e të tjera. Sot duhet që shqiptarët përqafojnë të gjithë Bashkimin Evropian, duke i dhënë Brukselit, duke i dhënë të 27 shteteve anëtare një mesazh shumë të qartë që Partia Socialiste, që sot është këtu, është në qeveri, nuk lëviz nga qeveria.